Banorët e rrugës Salimeta në fshatin Rogov po përballen tash e disa vite me një problem të madh të kanalizimit. Ata thonë se që nga viti 2012 kjo çështje ka mbetur e pasgjidhur, duke bërë që ujërat e zeza të derdhen jashtë. Që ky kanalizim është për 2012 është në zonën, që ka kontratu, që ka qitë kanalizimin nuk e ka bo mirë, është shtyp cevat, pa zhavar, pa kërgjohiq, ujnët e zeza fekale krejt dalin për jashtë fëmija në shkollë se në shkojnë. Edhe dyta vinë me pumpë, këmë bo kërkesa, ankesa në komune, për shembull dhe drejtori kryetarit komunës Gjakovës Ardian Gjinit, po të kish me ndodhë këtina për para shtëpisë vet, a kish kërkesë me rregullua, kish lonë që 5 vite, 6 vite këtë punë. Banorët shprehen të zhgënjur edhe me ndërhyrje të mëparshme që sipas tyre nuk kanë sjell asnjë zgjidhje konkrete. Kanë ardhur me çat punë për me lirë edhe kush. Kërkesa jonë me ardhur me zgjidhje problemin. Prej disa ditësh jemi munduar të marrim një përgjigje nga zyra për informim në komunën e Gjakovës lidhje me problemin në fjalë, por deri tani nuk kemi marrë asnjë përgjigje. Ndërkaq, gjatë ditës së sotme kontaktuam edhe me drejtorin e shërbimeve publike Nikol Leshi, mirëpas nga ai nuk morëm ndonjë sqarim lidhur me këtë çështje.